Jemi në muajin e Çamërisë dhe duhet të kujtojmë patjetër figurat e shquara çame, të cilët kanë luftuar për mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe për Çamërinë. Dhe ato do të dëgjojmë patjetër nga profesori shumë i nderuar Hajreti Lisufi. Historinë e vetë, historia e Çamërisë është shumë e pasur me figura të shquara. Këto figura fillojnë që në kohën e Ali Pashës. Në kohën e Ali Pashës, bejlerët dhe agallarët e Çamërisë nuk kishin besim te Ali Pasha, se kishin frikë se do të merrte pronat e tyre, çifriket e tyre. Dhe në këtë kohë, për herë të parë, në historinë e Çamërisë dalin disa figura të shquara. Dalin Çaparejt me Luarat, Margëlliç, dalin Balohusët, dalin Rojbat me Margëlliçit. Në Paramithi dalin Pronjat, një fish i madh, fish luftëtar. Islam Pronjo për shembull ishte vëllam me Fotoxhavellën, shumë të lidhur. Dalin Daljanet e Konispolit, që këta në momente të vështira bëjnë beslidhje. Këto figura kanë arritur deri në ditët tona si figura që i bëjnë nder kombit shqiptar në përgjithësi dhe Çamërisë në veçantë. Në vitet e luftës ballkanike kemi shumë figura interesante, të cilat jo vetëm kanë propaganduar çështjen kombëtare shqiptare, por në vitin 1911 ka një letër që Musademi nga Filati ju dërgon në Paris Shqipërisë, morë më arbën të dorthot dhe dollën në malet e Çamërisë për të mbrojtur të drejtat tona nga pushtuesit. Në këtë kohë lindi qeta e Çamërisë, qeta e parë e Çamërisë, në fillim me një grup njerëz të vegjël dhe pastaj eri duke ushtuar dhe u bë një qetë e fuqishme me komandant Muharrem Rushitin. Muharrem Rushiti ishte një figurë legjendare. Mjafton të kujtojmë që Muharrem Rushiti nuk ishte vetëm në Kosk, e në Filat, e në Spatar, e në Smërte. Po Muharrem Rushiti ishte në të gjitha fshatat e Shqipërisë Jugut. Çerçistopull dhe Mihal Grameno, me dy qetat e tyre në luftë kundër Turqisë, bazën e kishin në Filat, kur luftëtarët e tyre plagoseshin ose shëmureshin, i çonin në strehim në Filat. Vim në luftën nacionale çlirimtare, përsëri ka figura shumë interesante. Ke për shembull Ali Demin, heroin e popullit. Ke përsëri figura të tjera, siç është Musademi. Ke një figurë shumë interesante tjetër, që është Shuaib Metellaja, për shembull Shuaib Metellaja, gruaja e Shuaib Metellajës kur Shuaibi ishte në internim, hapi dyert, mori të krishterët në shtëpi, që t'i mbronte nga shulmet e keqbërësve, dhe lëshoi krevatin e vetë, thot në kujtimet e veta e ka botuar këtë, për të lindur e shoqja e drejtorit të financave. Pra me një fjalë, Çamëria ka figurat shquara, ka figurat nderuara, që i bëjnë nder Çamërisë dhe kombit ton. Tonë tani ka një gjë, që këto figura duan trajtuar, duan shkruar, duan reversuar, duan dhe vlerësuar. Por mbas 90-s, përsëri kemi figurat të shquara. Kemi biznesmen shumë të fuqishëm, që erdhën si erdhën të hallakatut të shkatruar, por një popull punëtor, një popull trim, një popull me kurajo, arriti të integrohet në Shqipëri dhe të krijojë sot biznese shumë të fuqishme. Edhe këta duhen vlerësuar, edhe këta duhen futur në atë tabelën e nderit të figurave të shquara të Çamërisë. Por këta duhet bëjnë një diçka dhe kanë përgjegjësira që të kontribuojnë për botime, për filma, për emisione të veçanta, në mënyrë të popularizohet çështja e Çamit. Dhe sa më shumë të kontribuojnë për Çamërinë, aq më emër të mirë do fitojnë këta edhe këta të biznesmenëve. Lavdi të gjithë figurave të shquara çame, të cilët ato kontribuan dhe luftuan për çështjen çame, që figurat e shquara që u përmendët, ato nuk luftuan vetëm për Çamërinë, por ato kontribuan edhe në Shqipërinë jugore, edhe në zonat e Shqipërisë në kohë të vështira. Në muajin e përgjakur të Çamërisë, i kujtoj me respekt. Po ju tregoj një aspekt të shkurtër. Para 50 vjetëve, kur ronte Skënder Luarashi i ndjer, një patriot i shquar, një familje shquar patriote, kishte ardhur tek dhomë dhe ishi mbullur bashkë aty. Dhe më thotë, unë do vi në shtëpinë tënde, thotë, një herë tjetër, kur ti të shkruajsh për Muharrem Rushitin. Por unë atëherë isha edhe në fillimet e punëve të mia, nuk e njihsha edhe mirë. Nuk kisha shumë dokumentacion, shumë burime. Mos e kam gabim, Skënder Luarasi ka qenë edhe mësues. Skënder Luarasi ka qenë
personalitet i madh. Djali Petronin Luarasit, që e masakruan grekrit. Kjo përkthyes është personalitet. Tha, në vitin 1932, ne vendosëm tha të bënim një dramë për Spiro Bellkamenin. Dhe unë tha isha student tha, edhe ja pasionuar. Dhe shkuam në fshatin Mavrov tha, të Vlorës. Dhe i them, duam ca kostume karakteristike të krahinës për veshje për një drame. Po qa drame? Për Spiro Bellkamenin. Tha, ca prek, neve tha, e njojnë Spiro Bellkamenin. Tha. Po ko njëni ju i tha? Po për Spiro Bellkamenin tha, ka ardhur Muharrem Rushiti tha, në zonën tonë dhe na ka folë tha, Muharrem Rushiti. Do me thënë, këto figura nuk kanë punuar për një krahin, për fshatin e tyre. Pra këto figura kanë punuar për gjithë Shqipërinë, prandaj i bëjnë nder Shqipërisë. Unë preqin e paqe. Faleminderit. Të lumt goja.